Zgjedhje të jashtëzakonshme, probleme të zakonshme. Sërish zgjedhje të jashtëzakonshme, sërish fushat, sërish premtime. Siguri dhe begati, më shumë siguri dhe më shumë begati, mos shopen. Të kalojmë përqarjen, të rrisëm pogat dhe të përmisojmë mirëqinë. Për të rikthyer normalitetin e institucionit, përgjegjësisë e pushtetit, dinjitetit të vetë shtetit. Shtylla e dytë të programit tonë është rritja ekonomike. Ne do të aktivizojmë gjithë potencialin që ka Kosova. Do të bëjmë këtë punë e atë punë, këtë që ka thojnë ata kanë fjalë. Para vetës e keni njerin me këta bashkëpunëtorë që ne kënejmë vepra. Por problemet, jo vetëm që nuk janë zgjidhur, janë bërë edhe më të rënda. Uji, rryma, çmimet, borxhet, shërbimet bazike, të gjitha janë kthyer në krizat e përhershme, ndërsa zgjedhjet po përsëriten si serial i pafund. Pse po e them këtë? I kemi diskutuar disa gjëra tjera më herët, sot do diskutojmë për ujin, nga drejta në kërcënim po na bëhet. Sot nuk po flasim më për cilësinë e ujit, por për shkyqje, për mbarime dhe afate ultimative. Ne u kemi jap afat qytetarëve që të përmbyllin obligimet e tyre financiare për shërbimet e ujit. Ka kaluar 45 milionë euro borxhi. Qytetarëve u thuhet ose paguani ose mbeteni pa ujë. Kanë 16 ditë afat që të përmbyllin shkyqja nga shërbimet e furnizimit me ujë si dhe dërgimi i lëndës te përmbaruesit privat. Ironia. Uji, bërimi i jetës, po përdoret si mjet presioni financiar ndaj qytetarëve. Sepse ky ujë që e marrin në krojet e tyre nuk është ujë i natyrës. Problemi nuk është vetëm borxhi. Borxhi është pasojë, jo shkak. E shkaku është ky. Rritja kostos së energjisë, futja në treg të lirë pa mbrojtje, humbje në rrjet, keq menaxhim ndër vite, mungesë planifikimi shtetëror kjo kryesorja. Por asnjëra nga këto nuk ka adresua me reforma. Të gjithë na kishin premtuar diçka të tillë. Zgjidhja vetme që po na serviret është rritja fakturën qytetarëve të kësaj. Rregull është, e bajnë ata. Tregi i lirë për ta, faturë shtrenjtë për ne. Kur ndërmarrjet publike futen në treg të lirë të energjisë, fatura atyre rrymës dyfishohet, po supozojmë. Dhe çfarë ndodh pastaj? Kostoja nuk e mban shteti, nuk e mban rregullatori, nuk e mban politika, por në fund e mban qytetari. Uji shtretohet jo sepse uji u bë më i mirë, por sepse sistemi u bë më i shtrenjtë. Dhe askush s'po mban përgjegjësi. Premtimet reale versus realiteti. Në fushat na flasim për mirëqenie, drejtësi sociale, shërbime më të mira, begati e mbrojtje qytetarëve, siç mund të vëzhgojmë këto ditë, por në realitet uji shtretohet, rryma shtretohet, faturat rriten, qytetari kërcënohet me shkyqje. Gjithandaj, shkyqje nga uji, shkyqje nga energjia elektrike, uroj të mos na shkyqet nga mielli, vaji, sheqeri, kripa dhe këto tjerat esenciale që janë. Dhe pastaj me fytyrë të njëjtit njerëz dalin dhe kërkojnë votën, këndse për të zgjidhur këto hall. Hallet që vetë i krijuan zotën. Hallet që vetë i shtyjnë me vite. Dhe zgjidhja, kur vjen të zgjidhja, gjithmonë ato ndodhin me lek, me euro, jo me mend. Në Kosovë, çdo krizë po zgjidhet në saj, me para nga xhepi i qytetarëve. Ke krizë në energjetik, në sektorin energjetik, rrit tarife. Ke borxhe, rrit faturë. Ke humbje nga ka konsumatori. Ke zgjedhje, premtuar reformë. Reformë pa plan, plan pa përgjegjësi, e përgjegjësi pa llogaridhënie. A është kjo, a është drejtësi? Kush ka të drejtë këto? Qytetari që s'po der të paguaj, apo sistemi që s'po di të menaxhoj dhe s'po di të ndalë të fikuarit. Sepse kur shteti dështon në menaxhim, nuk ka të drejtë morale t'ia faturojë dështimin qytetarit. E pastaj për tjetër rënon të kthehet të kërkojë votën. Çka mund të më thonë për fund të kësaj epizode është se zgjedhjet janë të jashtëzakonshme, problemet janë të zakonshme, por zgjedhjet janë jashtëzakonisht të varfër. Sepse gjithçka po përmbyllet me një fjali të vetme. Paguani më shumë. Dhe prap, pas gjithë kësaj, kanë fytyrë të dalin para nesh dhe të na thonë na votoni se do t'u zgjidhim hallet. Hallet që sot po na i faturojnë me ujë, me rrymë, besa lërgë qoftë edhe me jetë.
Prandaj në kush ka të drejtë, pyetja nuk është sa do të rritet faktura. Pyetja është kush do ta mbajë përgjegjësinë dhe kush po e paguan gjithmonë çmimin. Deri në episodin e ardhshëm, pagueni ujin para se Ta shkyqim secilin konsumator si dhe dërgimi i lëndës te përmbaruesit privat.